Prokuroria e posaçme ka lezuar konkluzionet përfundimtare për deputetin e Partisë Demokratike Qani Xhafa. Prokurori Sotir Klapi kërkon dënimin e tij me 6 muaj burg, dënim që të pezullohet dhe kthehet në shërbim prove për një periudhë 1 vjeçare. Pak e mori të pandehur Xhafën për akuzën e drejtimit të automjeteve në mënyrë të parregullt. Hetimet dhe procesi ndaj tij u kryen në gjendje të lirë. Nga hetimet e rezulton si në muajin mars të vitit 2023, ligjvënësi Xhafa, teksa drejtonte në gjendje të dehur një makinë Toyota, ka shkaktuar një aksident në Elbasan, duke goditur një shtyllë elektrike. Me 20 mars të këtij viti, prokuroria e posaçme mbylli hetimet dhe kaloi për gjykim në GJKK dosjen ndaj deputetit demokrat. Aksidenti ndodhi më 13 mars të vitit 2023, ndërsa prokuroria arrestoi pas ngjarjes ligjvënësin opozitar që zvendçoi deputetin Luciano Bocci, i cili në ato kohë kandidoi për kryebashkiak në Elbasan dhe humbi. Xhafa u lirua një ditë pas arrestit dhe u la në hetim në gjendje të lirë.